Infrastruktura zgjedhore në qarkun e Elbasanit është duke u përgatitur për procesin e zgjedhjeve në 23 qershor. Koordinatori i KQZ, Dimitër Zografi, është shprehur se aktualisht ajo çfarë ka ndryshuar në përbërje të KZAZ-ve janë antarët që kanë lëvizur në bazë të ndryshimit të koalicioneve. Puna në KZAZ të Elbasanit ka filluar, emërimet janë bërë të gjitha, kryetari, nënkryetari, sekretari që nuk kanë luajtur edhe me ndryshimet që ndodhen. Vazhdojnë punën e tyre. Një ndryshim ka vetëm, me qenë se si kundër e dini LSI-a kaloi në koalicionin e majt. Megjithatë, komisionerët e LSI-s që janë për KZAZ e Elbasanit dhe të gjitha me fjalë, do të kalojnë duke ndryshuar pozicionin e tyre nga krahu i majt. Kurse komisionerët e PPD-s do të zëvendësohen me komisionerët të tjerë të cilët do të caktohen nga Partia Republikane, ashtu si kundër u bë edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Puna do të vazhdojë normalisht, ata janë pajisur me kompjutera, edhe disa të tjera janë duke ardhur edhe do të pajisen tani. Puna vazhdon normalisht për periudhën që akoma nuk ka filluar tamam me intensitetin e madh të ditëve të fundit. Ai është ndalur edhe në organizimin e KZAZ-ve duke theksuar faktin se për shkak të shtimit të qendrave të votimit janë shtuar edhe komisionerët zonal zgjedhor. Gjithashtu ende nuk janë përcaktuar përfundimisht ambientet private ku do të vendosen qendrat e votimit në pritje të një vendimi të KQZ-s. Në qarkun e Elbasanit janë bërë 10 KZAZ, më përpara ishin vetëm 6. Është shtuar një në Belësh, 2 janë shtuar në Elbasan, në qytetin e Elbasanit, dhe një tjetër është shtuar në komunat, po e quajmë të Gjinarit, me fjalë njërën të Bardasheshit edhe tjetrën të Gjinarit. Kjo për arsye sepse u bë dhe ndryshimi i qendrave të votimit për numrin e zgjedhësve. Nuk do të ketë qendra votimi me më pak se 200 dhe më shumë se 1000, kështu që u rrit numri i qendrave të votimit. Në Elbasan për shembull ka kaluar në 110 numri i qendrave të votimit. Nga 96 që ishin më përpara janë shtuar gati një 20 qendra votimi. Janë caktuar nga pushteti lokal vendi i këtyre qendrave të votimit. Akoma nuk është përcaktuar plotësisht edhe vendi nëse do të jenë disa të kërkuara nga pushteti lokal si ambiente private. Por ato duhet një vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që është duke u bërë tani. Me fjalë, ne kemi 10 KZAZ që punojnë në qarkun e Elbasanit, duke filluar me 3 të rrethjeve të tjera, themi Beqiri, Kramsha dhe Librazhdi, 3 të tjera janë në Elbasan, 2 janë të fshatrave, një në Librazh, një në Belësh dhe një tjetër në Cëri, 10 gjithsej. Vetëm Bashkia Elbasan ka gjithsej 97.450 votues në mbi 100 qendra votimi. 3 KZAZ-t e qytetit do të vendosen në Pallatin e Sportit Tomor Sinani dhe do të kenë 3 dalje të ndryshme.